Ajo Ukraina. Mos t'jopja e Kosovës. Sa po bërqefi që e tha atë fjallë, se të thëmë sinqerisht, u gëzova që e tha. Kur e ngjova, di qa merrin mend gjë parë. Më s'fundi e pave shqiptarët, që se kena fut kot ka qko. Shute. Më merrin mend ai mohabeti që folëm bashkë atë ditë. Zelenci në kevat dopit kujtar. Sa e pash atë thash, sa e madhe, kam qesh me vete. Erdi, edhe me gjimen nuk fut kevat dopja, mu në mes. Edhe bukra është e shi se ka i diçka. Kur ti futesh kevat dopja, duhet zgjedhësh pozicionin si të rish. A do rish drejt, a kuj do t'ja kthesh kurizin. Më kupton? Dhe bukra është se ktheu kurizin Kosovës edhe si tush i njëti përballë me atë dashurinë e vet, se e bis po. Bukra është se kur ti e kthe kurizin vlla, nuk është se ke kthy vetëm nga mesi e lartë, ke kthy dhe nga mesi e poshtë, edhe varet se si ke kthy edhe kujt e ke kthy, e kupton? Vlla, Shqipëria, se që e fort shumë. Shqipëria është implikuar rënd me Ukrainë, shumë rënd. Nuk e di, por në Shqipëri është bërë pjesë e një aleance që servisin trupat e Ukrainës. Ti di që vinë njerëz të marrë peng në Ukrainë, i sillen në Maldajtit. Në fakt, mrapa Maldajtit, në Martanesh, i sillen dhe me dhunë i trajnojnë në rojet oficer shqiptar. Kanë rrëmbyer djem dhe vajza, djem dhe burra në Ukrainë, ushtria ukrainase, i trajnon me dhunë në Shqipëri dhe është implikuar ushtria jonë. Kemi quar dhe ekspert në Angli dhe ekspert në Ukrainë për trajnuar. Dhe kjo është e paligjshme komplet. Dhe është e pak tolerueshme për ne dhe e bën Edi Rama, sepse këta pa vrarë Ukrainës në fund nuk kanë për ta lënë. Kjo luftë synon që çufot e Ukrainës të zbrazin Ukrainën nga ukrainësit. Dhe kjo luftë u shpik nga çufot. Dhe kur unë shoh Zelenskin, unë shoh thjesht ushtarin e Bibi Netanyahu dhe Roçaldi dhe Soros. Dhe Zelenski është tipik modeli se si funksionon kjo mafia. Ku është dhe Roçaldi, edhe Bibi Netanyahu dhe Soros me ditin vet. Pasi ishte edhe gjë, është një kancer. Dhe Zelenski mbajtet qëndrim kundër Kosovës. Sepse ka detyrë, është një kukull. Izraeli ka një projekt 1.6 miliard dollar me Serbi. 1.6 miliard për prodhuar dron. Dron, ushtarak, që e bën Ballkanin pluhur. Dhe ushtria Ukrainës furnizohet edhe nga Serbia. Serbia i ka shpal luftë Rusisë. Pasi këta Serb janë pabes. është populli më pabes që ka ekzistuar në histori. E kanë drejt Baxhella me të gjithë. Dhe Rusia ja ka përcaktuar rolin Serbis para një viti, kur e kam shpjeguar para një viti, kur kam thënë që Putini ka deklaruar që rasti i Donbasit është rasti i Kosovës. Siç e bëti dhe bëjdo. Por kjo sjell njohjen e Kosovës në vend ndërkombëtar, sepse në moment që do njihet Donbasi këto të tjerat, Krimeja këto të tjerat, automatikisht njohur dhe Kosova. Dhe arsye pse e bëri Rusia këtë gjë është se nxori si pretekst argumentin që ushtria serbe dhe qeveria serbe furnizon Ukrainën me municion për të vrarë ushtar të fëmijëve të fëmijë të nënave ruse në Ukrainë. Dhe në Serbi këta klyshet e çufove në Serbi janë kundër Rusisë dhe kjo ne na leverdis që Rusia mos jetë mike me Serbi. Sepse Serbia që nuk ka mike Rusin do pësohet shumë. Por mos harrojmë që projekti çufove është përdoj luftë në Ballkan midis Kroacisë, Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë dhe Bosnës. Projekti i tyre që duke prodhuar këtë konflikt fizik ushtarak të rënd, kasapan më saktë, të prodhoi eksot, që të blihen pronët. Ti e di që do të eksot. Sa bo shtëpia? Një plekët shpetike, shpëtoj familjen. Dhe ky është projekti i tyre, a bëjnë se bëjnë, sepse ta bëjnë do të shtojnë, dhe Zoti do ja prishë plane.
për arsye pse ata po furnizojnë kaq fort Serbin dhe ka neutralizuar gjithë armatimin ushtarak të Shqipërisë me projekte fake si kur ndërtohet industri ushtarake në Shqipëri, është një mashtrim i madh. Marrin makina dhe i montojnë, ke parasysh projekti me Ron Xhefet që ka Izraelin pa Shaliman dhe në Tiranë tek Malidajtit. Kjo kompania Kajo që është e Izraelit, që kontrollon gjithë ushtrinë shqiptare. Është njësoj si më kujton historinë me ushtarët italian, me ekspertë konsulentë italian, në kohën e Mezogut, që është ajo teoria e famshme që kur bë sulmi ndaj Shqipërisë nga Italia fashiste, ju hoqën shullat pushve. Ke parasysh teorinë. Në fakt ajo bazohet te sabotimi real që është bërë në të gjitha depot ushtarake të Shqipërisë në atë kohë, nga konsulenti italian fashist ushtarak. Dhe fakti që tashmë Izraeli kontrollon të gjithë ushtrinë shqiptare, në rast të një konflikti me Serbinë, do prodhonte një avantazh për ta çuar luftën drejt një eksodi masiv të Ballkanit, sidomos shqiptarëve këto do të serbë. Pra do të ishte në favor të eksodit tonë. Çfarë do të favor të eksodit tonë? Do ishte favor tikës sot ta zëvendësojnë ata. Në Kosovë dhe në Shqipëri. Se kam thënë që dhe Kosova është pjesë e projektit tyre. Duke prodhuar një konflikt të përfshirë edhe Maqedoninë, edhe pjesa e shqiptarëve të Maqedonisë, ata synojnë të kthejnë një Izrael në territor ku ndodhet Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia një pjesë. Dhe nëpërmjet këtij territori, kësaj kolonie që do krijojnë, thonë Izraelin e ri, i cili do të kalojë një konflikt 3-4 vjeçar, në për shkak të luftave në Ballkan, pa siguri dhe njerëz do ikin. Dhe do jepet azil për herë, sepse kur ikën nga lufta, të japin azil. Më kupton që është me dokumenta të rregullta. S'është puna e këtyre që vinë në Evropë, në Siri e nga të tjera. Kështu s'bra, ky është projekti i tyre. A do e bëjnë se besoj se do ketë forcat më të mëdha që do pengojnë. Ja, ne për shembull mund ta pengojmë këtë gjë. Me anë protestë, duke lexuar Rama, duke shkatruar çdo lloj skenari që ta kanë. Se s'duhet një palë për të kërcyer tango, duhen 2 palë. Ata kanë Albinin në Kosovë që kontrollojnë se duan skenarin për të prodhuar konflikt çdo çast. Ai ka marrë Kosovën prej 3 vjetësh në krizë të plotë institucionale që kur erdhi Trumpi në pushtet. Që kur erdhi Trumpi, Kosova nuk ka më leadership, nuk ka më qeverisje, ka destabilitet total. Dhe sidomos hoqi presidenten që donte Amerika, që të hiqte çdo influencë amerikane në Kosovë. E shkarkoi Vjosa Osmanin ditën që ajo i tregoi gjithë botës se ishte e preferuar Washingtonit. Si tha Trumpi, merr telefon kur kesh në javë. E ke parasysh këtë? Dhe Albini e dogji atë personazh dhe e mban Kosovën në këtë krizë institucionale që meritoi kaq bukur vezët nga ajo ish ushtare e UÇK-s e AK-s. Ke parë që i gjytë me vezë, ka qenë ushtare UÇK-s. Ka qenë doktoresh fronti në luftë, hante pluma ajo. Që i gjunte me vezë Albinit. Dhe kur një thoya që Albini dhe shpopulloi Kosovën me skenarin e kundërt të Ramës, jo duke bërë atë që bëri Rama, po duke bllokuar qarkullimin e parasë në Kosovë, dhe do ta shkatrojë ekonomikë që të gjithë njerëzit ikin, njerëzit po bindën pak që unë kam drejt, po duhet kohë atje ta kuptojnë se është e vështirë ta kuptosh ditë e parë. Se kuptohen Shqipërinë 2014 kur u thash, do shpopullohet Shqipëria nga Rama, që Rama nuk është ai personazh që kishte bënë të mirë. Më kupton logjikën dhe nuk e besuan njerëzit. Mas 10 vjetësh e kuptuan që kishte drejt. Edhe në Kosovë, mas shumë vjetësh i bie ta kuptojnë, po nuk ka kohë për Kosovën. Dhe ai po mban në krizë plot përfaqësimin ndërkombëtar Kosovën në mënyrë që të përparojë Serbia. Dhe nesër të jetë gati për një konflikt ushtarak që do të nçufot. Dhe Zhelja që erdhi këtu tha nuk e njoh Kosovën dhe bekoi ushtrinë serbe për të marrë Kosovën Vučići, ke parasysh. Ajo gruaja tha, ministri tha që duhet të kishin përzënë gjithë shqiptarët dhe i vulin e vuri vut ky Zelenski pastaj që tha Kosova është e Serbisë, pra bëni luftë merreni. Ky ishte mesazhi. Apo ti e kupton shumë mirë që Rama është pjesë e këtij skenari. Është pjesë e këtij skenari. Duhet ta qërojmë këtë njerëz që të prishim skenarin. Dhe për fat mirë kemi në protestën tonë një garanci për gjithë ata që kanë krijuar dyshime për protestën, nga faqethemet që bëhen, nga mënyra si bëhet propaganda. Shifni Dritan Goxha që është aty dhe që ka marrë përditje më shumë një rol kontrollues, koordinues të mos krijimit problemeve brenda për brenda dhe të mbajtjes një fryme rezistence dhe të organizuar mirë. Dritan Goxha është një patriot që ka treguar veten, duhet keni besim që një patriot si ai është gati të japë jetën për vendin e vet, se ka dhënë prova për këtë gjë. Ata të tjerë nuk i kemi provuar, ata e kemi provuar.